Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejt për drejt, edhe këtë të martë, 27 janarit, do t'jemi në transmetim të drejt për të folur për ngjarjet e javës së kaluar. Ka pasur shumë zhvillime javën e kaluar, sidomos temat që janë trajtuar në emisionin Me zemër të hapur, tema ekskluzive dhe të drejt për drejta të aktualitetit, ndërkohë që zhvillimet të tjera kanë nisur javën ditën e djeshme. Fillimisht do ndalojmë tek ngjarja më e rëndësishme e javës së kaluar, ku në studion e emisionit Me zemër të hapur, një zotëri, Adriatik Berisha, ka reaguar për emisionin Me zemër të hapur njëkohësisht pasi ka dalë nga Komisariati i Policisë në shtetin francez në zonën ku ai jeton, sepse ishte në kërkim të vajzës së tij 18 vjeçare. Lajmi i mirë për shkak të jehonës që pati emisioni Me zemër të hapur për gjitha portalet që e pasqyruan pikërisht rastin e 18 vjeçares, na mbërriti në fundjavë ku vetë zoti Afrim Berisha ka treguar për redaksinë e emisionit Me zemër të hapur që vajza është gjetur, shëndoshe mirë, por asgjë më tepër. Ndërkohë që ne si redaksi kemi komunikuar me vajzën, për më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me zemër të hapur, sepse vetë vajza ka reaguar dhe unë kam pasur një bisedë telefonike me të. E ndjekim se çfarë ka thënë vajza. Unë jam Evisa Meti, drejtuesja e emisionit Me zemër të hapur në News 24. Para 3 ditësh kam pasur babain tuaj dhe ju kemi kërkuar live në emision. Si e? Po, shumë mirë jam. Çfarë ka ndodhur në fakt? Je me djalin, besoj që do, apo jo? Po, normal, nuk ka si gjë, do me thonë, ashtu si ta babi im, kështu që çdo gjë është tamam. Pra, ti ke ikur atë ditë nga shtëpia, apo jo? I ka me dëshirë. I ke me dëshirë, po ke kërkuar ndihmë ke motra dhe ke mami? Jo, s'kam kërkuar gjë. Se babi tha që ke kërkuar ndihmë. E po të kisha kërkuar ndihmë mund tash, unë e di rrugën me vajt. Kështu. E S'ka kuptoj. ne shkend të madhe. E kuptoj. Kishe kohë që njihesh me djalin? Po, kemi... Po, do me thonë. Sa Po, kohë? gjithë do me thonë pëlqej që të marrë diçka privatësia, kupto. Mos pa merr për keq. Jo, nuk të kuptoj, e shikoj që edhe djali të flet nga ana tjetër, por unë do doja do me thënë të dinim disa detaje pse familja ju kërkoi dhe si janë gjërat sot mes jush. Se në sajt emisionit ti arritet kontaktoje me familjen, apo jo? Po, normal kam folur do me thënë me mamin, me babin, me shtëpisë. Po që do me thënë ja kam shpjeguar dhe atyre diçka është tamam në rregull, nuk ka si problem. E kuptoj. Pra me djalin ti ke kohë që njihesh, po pse nuk i tregove familjes që po ikën me djalin që doje? Për arsye sepse do me thonë thashtë mos do thoshin ai gjë, kupto? Edhe prandaj. Ndërkohë që do vazhdosh jetën me djalin apo do kthehesh në shtëpi? Do vazhdoj jetën me djalin, po ama do me thënë normal që dhe kontaktet me shtëpisë nuk do i ndërpres, kështu që. Okej, ato ta miratuan besoj, ë? Po, s'ka ndonjë gjë. Po në shkollë vazhdon, shkon? Po, edhe në shkollë. Edhe në shkollë, do me thënë do ta vazhdosh edhe shkollën edhe lidhjen me djalin, apo jo? Po, normal. Do vazhdoni të jetoni bashk apo do kthehesh në familje? Do jetojmë bashkë. Ishe ti që e kontaktove familjen apo ishte policia që të lokalizoi ty? Jo, isha unë që e kontaktova familjen. Më bëhet qefi shumë, më bëhet qefi dhe ata besoj e kanë miratuar këtë lidhjen tënde. Po, normal. Mirë, unë ju uroj jetë lumtur, po deshe ndihmën time do ta kesh gjithmonë, më bëhet qefi që ti e shëndoshe mirë. Besoj nuk je larg familjes, apo jo, në atë zonje? Po, gjithçka është në rregull. Ky është reagimi i vajzës vetëm mbrëmjen e kaluar, ndërkohë që lajmin e mirë në fundjavë ditën e shtunë na e ka sjell babai. Edhe një herë këtu e mbyllim historinë e kësaj 18 vjeçare, duke i uruar një jetë sa më të lumtur pranë familjes së saj, por edhe pranë të dashurit. Ndërkohë nga një tjetër vajzë ne do kalojmë tek një vajzë tjetër, por që është një histori që fillimisht u denoncua në Balkan Web dhe në News 24. Kemi pasur mundësi ta ndjekim lajmin e vrasjes së
të Artur Leshit në vitin 2018, trupi të cilit u gjet 9 muaj më pas në një tunel dhe ndërkohë me 18 janar policia e Dibrës në bashkëpunim me policinë e Gjirokastrës ka arrestuar 39 vjeçarin Klement Kursa. Për akuzën ndaj vrasjes Artur Leshit, policia e Gjirokastrës teksa ka dhënë masën e sigurisë gjykata e ka lënë të lirë Klement Kursën, i cili bie kushuri në fakt, duhet ta theksojmë këtë gjë me Artur Leshin, të cilin e ka vrarë dhe më pas bashorten dhe vajzën janë larguar për shkak të kësaj asmërie duke u vendosur në Gjirokastër. Dhe me metodat e saj, policia e Gjirokastrës, duke i kërkuar në fakt edhe vllajt të Artur Leshit, Lulzim Leshi, i cili dha një intervistë për kolegun tim Enver Doçi përpara se të shkonte në policinë e Dibrës, dhe në fakt aty i është thënë, me sa duket, në bashkëpunim dy policit, Dibër dhe Gjirokastër, me metodat e tyre të specializuara, sepse vajza 12 vjeçare ende nuk e ka dhënë në fakt një denoncim në qoftë se është abuzuar nga njerku, por edhe vrasësi babait të saj, nuk e dim kush është roli i nënës në të gjithë këtë histori. Fillimisht për gjithë ju që nuk e dini se për çfarë bëhet fjalë, na një material i përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj. Pasi u arrestua me dyshimet se vrau Artur Leshin në 2018 në Dibër dhe nisi bashkëtesën me gruan e viktimës, vajza e të ndjerit ka denoncuar në policinë e Gjirokastrës se njerku i saj, Klement Kursa, e ka abuzuar seksualisht. Vajza 12 vjeçare e ka denoncuar rastin më 25 janar, e shoqëruar nga nëna e saj. Sipas burimeve zyrtare, nëna dhe vajza ishin paraqitur edhe më 24 janar në komisariat, por ishin tërhequr pa depozituar kallëzim. Pas denoncimit të bërë, policia ka nisur procedurat hetimore për rastin. Akuzat të forta për vëllezërit Krusa ngrihen edhe nga xhaxhai i të miturës, Lulzim Leshi, i cili thot për News 24 se edhe dy vajzat e tij, 13 dhe 15 vjeçe, janë ngacmuar seksualisht prej tyre. Gjithashtu Lulzim Leshi bën të ditur se vajzat janë rikthyer për të jetuar me të në Dibër dhe deklaron se nëse drejtësia nuk vepron, do të bëjë vetgjyqësi. I dyshuari Klement Kursa ndodhet aktualisht në masën e sigurisë arrest në shtëpi për përfshirje në vrasjen e babait të vajzës bashkë me vëllain e tij Binjak, i cili po ashtu bashkëjeton me kunatën e viktimës. Pas kallëzimit të fundit, ndaj tij është regjistruar një procedim i ri penal. Pas vrasjes së Artur Leshit, Klement Kursa u largua me bashkëshorten e viktimës në drejtim të Gjirokastrës, ku prej vitesh jetonin me qira. Bashkë me vëllain Binjak, Klodian Krusa është vënë në akuzë edhe në lidhje me vrasjen e babait të vajzës së mitur, Artur Leshi, në vitin 2018. Burime pranë hetimit bëjnë me dije se familja jetonte në kushte të vështira ekonomike, nëna e së miturës nuk ishte e punësuar, ndërsa Krusa punonte rrallë. Prokuroria e Gjirokastrës në bashkëpunim me strukturat e policisë për mbrojtjen e të miturve, po vijon hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të ngjarjes. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, përpara se të dëgjojmë dhe intervistën e dhënë për kolegun Enver Doçi të Lulzim Leshit përpara skandalit që u thellua ditën e djeshme duke u raportuar abuzimin ndaj një 12 vjeçare që kishte të bënte pikërisht me rastin dhe atë çfarë ka deklaruar Lulzim Leshi, vëllai i Artur Leshit, i cili është vrarë në 2018, trupi i së cilit u gjet 9 muaj më pas në një tunel në zonën e Mirditës. Ndërkohë që do kthehem në studio për ta komentuar dhe për ta dëgjuar intervistën e Lulzim Leshit me zonjën Xheni Londo, avokate, përshëndetje, mirë se erdhe në studio. Në krahun ton Belinda Mustafa, përshëndetje, psikologja jon, përshëndetje, mirë se erdhe. Pash reagimin e të dyave, por sidomos edhe të Belindës. Në këtë histori u thellua skandali ditën e djeshme, ne kishim planifikuar që javën e kaluar që zotin Lulzim Leshi ta kishim përtej kronikës së përgatitur dhe përtej intervistës së marrë nga kolegu im Enver Doçi, ka komunikuar kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe zoti Lulzim ka kërkuar mirëkuptimin ton për ta shtyrë ditë më pas intervistën. Me sa duket të dyja policit, ajo e Dibrës dhe e Gjirokastrës, ka qenë në bashkëpunim me njëra tjetrën, sepse thellohet skandali pasi çifti në fjalë Klement Kursa, nëna e 12 vjeçares, ose bashortja e Artur Leshit, duhet theksuar se Klement Kursa dhe Artur Leshi apo Lulzim Leshi janë kushurim mes njëri tjetrit. Pra, kishte arsye të mjaftueshme
që denoncimin në fakt për vrasjen e Artur Lleshit i përkiste Klement Kursës dhe binjakut të tij. Në fakt, mirëkuptimi i zotit Lulzim ishte që duhet ta shtym ca ditë intervistën për shkak se po punojmë intensivisht me të dyja policit, pa e ditur se për çfarë bëhej fjalë. Teksa u raportua lajmi 12 vjeçares në Gjirokastër u bë lidhja midis dy ngjarjeve. Pash në fakt Belindën një reagim të jashtëzakonshëm sepse kemi të përfshirë jo vetëm çështje ligjore, disa nga vrasja tek ngacmimi, tek përdhunimi dhe gjithçka tjetër, tek marrja e bashortes dhe bashkëtueses së Artur Lleshit, nënës së 12 vjeçares, pse duhet vrarë kushuririn nëse ti ke një lidhje intime me bashorten e tij, mund të largoheni lumturisht së bashku pa marrë jetë njerëzore dhe më pas nuk ke pse të abuzosh edhe me një 12 vjeçare. Por thellohet skandali sepse vetë xhaxhai 12 vjeçar zoti Lulzim thot na vram vëllezrit, na morën gratë, por tashmë po na përdhunojnë edhe fëmijët. Ndërkohë që ai deklaron edhe vajzat e mia 13 dhe 15 vjeç janë ngacmuar seksualisht nga ky i fundit. Por duhet theksuar që për vrasjen e Artur Lleshit gjykata ka lënë aresht shtëpie, pra e ka lënë në një farë mënyre të lirë, jo të izoluar. Se për çfarë dhe kush janë metodat që ka përdorur policia e Gjirokastrës në bashkëpunim me policinë e Dibrës, do t'i bëjmë dije pas pak. Çfarë të bëri Belinda më shumë përshtypje në këtë histori? Është një bashkëtesë e pamundur të bashkëtosh me vrasësin e ish bashkëshortit tënd. Nëse e ka ditur, Nëse e ka ditur gjithmonë. Dhe me vrasësin e babait tënd është traumatike dhe të abuzohesh nga vrasësi i babait tënd është akoma dhe më makabre për mua. Duke marrë parasysh të faktin që vajza në vitin që babai ka ndruar jetë ka qenë 6 vjeç, ajo është xha në dieni të situatës, sepse është një moshë që e kupton gjërat. Por ndoshta duke mos e ditur nëna e të miturës, ndoshta nuk e ka ditur edhe vetë vajza. Vajza, sepse fillimisht Artur Lleshi është dukur pa lënë gjurmë, më pas është gjetur mbas 9 muajsh, ku foma e tij në një tunel. Dhe ne nuk e dimë se si është zhvilluar ngjarja. Është zhvilluar me natyrë për t'i marrë bashkëshorten dhe për të bashkëtuar ti, edhe jemi kushurin midis njëri tjetrit, duhet ta kishte pranuar midis Kursës edhe bashortes Artur Lleshit që kishte diçka, pra për shkak edhe gjakmarrjes ato janë zhvendosur në Gjirokastër dhe sot jetojnë bashkë. Ne nuk kemi një reagim të vajzës edhe të nënës, ne nuk kemi denoncim deri në këto momente të paktën, sipas burimeve tona të vetë vajzës. Shpresoj shumë që vajza të flasë dhe të tregojë të vërtetën e saj. Dhe shpresoj shumë që policia të bëj punën e vetë në mënyrën më të mirë. Është një histori komplekse, morali, ligjore, tradite dhe abuzimi, pra është një histori uluritse në vetvete. Bie ndesh thua tradita, por nuk kanë nevojë ndonjëherë edhe për traditat në këtë rast. Sidomos abuzimi me një 12 vjeçare ose duhet vrasim dikë, sidomos kur kemi lidhje gjaku për t'i marrë bashorten, edhe kjo është makabre. Është makabre. E gjithë historia është makabre. Gjeni? Atëre, nëse marrim rastin e fjalë, kemi të bëjmë me disa vepra penale. Vepra e parë penale është vrasje me dashje. Në vitin 2018 është bërë një vrasje e cila ka një marrë dënimi 10 dhe 25 vite burg. Çfarë nuk kuptohet sepse zotëria sot është nën arrest shtëpie. Pra mas të sigurim të arrest shtëpie kur do të ishte arrest me burg. Është i krimi bërë në bashkëpunim, sepse është bërë në bashkëpunim me vllain e personit i cili është në hetim. Dhe kjo është rrethan rënduese. Gjithashtu, nga rasti në fjalë, ne kemi sekuestrim të materialeve dhe armëve të veprës penale. Pra, janë sekuestruar armë zjarri, municione, aparate të ndryshme telefonik, të cilët janë quar për ekspertim në policinë shkencore, e cila ka bërë detyrë thelbësore të përcaktoj nga këqyrja balistike nëse nga të njëjtat armë të cilët janë gjetur të sekuestruara është qelluar në 2018, pra nëse ka një lidhje shkaksore midis armëve të përdorura dhe vrasjes së ardhur në 2018, sepse Zanafilla ka qenë pikërisht kjo vrasje. Për sa i përket aspektit të abuzimit seksual, në fakt kjo është një vepër tjetër dhe rrethanë rënduese, e cila normalisht rëndon pozitën e personit nën hetim.
Dim që në 2 ditë para se të bëhet denoncimi, nëna bashkë me të bien ka shkuar në rajonin e policisë, por ndoshta për shkak të kërcënimeve kanosis që mund të jetë bërë ato janë tërhequr nga denoncimi dhe kanë shkuar mbas 2 ditësh për të bërë denoncimin e plot për ngacmim dhe abuzim seksual. Në fakt, në kodin penal, në nenin 100 është parashikuar dhe kjo vepër penale. Kryerja marrëdhënieve seksuale dhe homoseksuale me të mitur nën moshën 14 vjeç dënohet deri në 25 vite burg. Duke qenë se vajza është nën 14, sepse autori mund të dalë me pretendimin që ka dhënë preferencë, ka pranuar e të tjerë siç ka ndodhur në raste të tjera. Ligji ka parashikuar shumë mirë. Fëmijët të cilët janë nën moshën 14 vjeç, edhe nëse japin pëlqimin e tyre, kjo nuk figuron juridikisht, pra nuk është masë lehtësuese, sepse nuk ka kapaciteti mendor për të kuptuar pasojat e veprimit që bëhen ndaj tij. Normalisht në masën të kërkoj ndjesë se ke hyrë direkt në interpretim, kur publiku nuk e njeh qartë të gjithë situatën, kemi dhënë vetëm një material të përgatitur nga kryeredaktoria e emisionit Në Zemër të Hapur, ty të janë ofruar shumë materiale nga ne, por duhet të dëgjoj dhe publiku sepse po interpreton ti nga ana ligjore këtë gjë, por fillimisht le të ndjekim intervistën e xhaxhait të 12 vjeçares së zotit Lulzim Lleshi, dhënë për kolegun tim Enver Doçi javën e kaluar dhe menjëherë Lulzim Lleshi ka kontaktuar edhe agjencinë më të madhe informative në vend Balkan Web, nga aty ne kemi pasur bashkëpunimet tona me kolegët e Balkan Webit dhe menjëherë kolegja Anila Kmataj ka telefonuar Lulzim Lleshin, i cili kërkonte në fakt mirëkuptimin tonë dhe intervista të shtyej se me sa duket policit e Dibrës dhe të Gjirokastrës po bashkëpunonin dhe doli një tjetër skandal ditën e djeshme. E japim intervistën që ka zhvilluar Enver Doçi javën e kaluar me Lulzim Lleshin. Mund në tërgoni historinë e vllajt juaj në 2018-ën? Përshëndetje njërë. Në 2018-ën ka ardhur vllai nga emigrant Maqedonia, ka ardhur në shtëpi. Neset ma hum vllai. Ka pi kafe me 2 koshinjt. Ka qenë vonë orët e vona të akshamit, ka pi kafe raki, unë s'kom shku, unë kom qenë kë shtëpia. Kush janë të dikushit, këta si në arrestu? Këto si janë arrestu Klement Krosa, Klodian Krosa. Me këta ka pi kafe? Me këto ka pi kafe, ka shtëpia e vllajt. Ka shtëpia e vllajt. Ka një ndërë orët e vona, unë kom qenë kë shtëpia ime, unë s'kom shku, kom shoh nonën time, ka shtëpia e vllajt. Ka një në nëna ime atë natë aty me ato. Nesër, unë kom la gjumë, ku jam grejë mëgjes, ka ndarë prapë të 2 koshinjt, aq kem ke vllai jetë, ta pim kafe mëgjes. To që akuzohen, që në arreston Gjirokastër. To që janë arreston Gjirokastër. Në vinë mëgjes tonë, nesit me 11 prill, mëgjes shtëpia me 2 hyrja, njëni këtë tonë gjeneraton, aq kem ke vllai, unë bëzonjë Artur, del konata ka 2, thot, ka ikë, burri ka ikë Maqedoni. Gostivar. Gostivar. Tu ma hum gjumë e vllajt tim mu. Tu më ka hum shestën konata mu. Unë kom kërku gati 1 vit në Maqedoni, mas 9 muesh ma gjetë në tonel Gjuras. Në 28 dhjetor, 2019. Gjeti vra. Gjeti vra. Me sa pluma unë së kom pa në koformë, ku a gjetë, koformë së kom pa. Një sekund, tani konata e juaj ka morë mu në telefon si hajde që bashkëshorti im është humbur, nuk kom patur kontakt me ta prej ditësh. Keni qenë dhe ju aty, ku ka qenë dhe bashkëshortja jote? Po, në bashkëshortja ime. Ku ka dhënë një intervistë? Intervistë, po. Ju keni hodhur dëshime që atëherë për konata? Unë dëshimet e kam në familje time. Herët parë do të arreston great. Herët parë, si të zberët faqë vllai im. Du të arrestojt bashkëshortja jote dhe... Ish bashkëshortja ime, ish konata si ka hum shesen. To janë bashkëpunim. Po mirë, to 2 persona që janë arrestu. Ju thoni, je pretendoni, ju thoni që i kina pas në kushri? Unë ka to janë kushri nga nona i kom. Të nona ime, nona ati janë bia fisash ke shopet në Luzni.
Edhe di vëllezërit kanë marrë njëri bashkëshortën tënde, tjetri bashkëshortën e ndjerit që është gjetur i vdekur në tonet. Po, i vdekur. Po. Çfarë kërkoni nga drejtësia? Ai si humbla im, njëri person nuk është duk, qisha te si humbla im është duk. Sa pa me si unë s'ko pas kontakt me këto këshin më qishë si humbla im, u bra vlla im, s'ko pas kontakt me këtë familje më. I hodhët dyshimet ju se këto më tjetë? Dyshimet, herët parë, ke gretë, mrapa arrestohen e to qertë. To e din gjerën si shkanodh atë natë në shpi vllajt tim. Në gjerën, to e zbarthen. Ja kom lanë drejtësi shtetit. Po kur vinin ata, a vinin që si kushrin ke shtëpia? Si kushrin, vishin, kërë foni, u vra vllaj, u hum vllaj, to morën në grad, më përshan familjen. Dy vëllezërit kanë morë? Dy vllazët kanë morë 2 grad. Kanë morë nusën tënde? Ish gruën time, e në ish konatën. Po t'ishte konata, e drejt pës drejtit, do të vite me konatin, ta zgjashim vllajnë tim, e në burrin e vetë, ta zgjashim. T'heqim gjumë mas gjumë. Aje nuk më ka arë për ma, për të më thotë si konat, hajde o konat se hum vllaj jetë burrim. Nuk më ka arë, nuk më përgjish për to. Ju mendoni që ka djeni konata jote dhe ish bashkëshortja jote për këtë gjarje? Ato e din familja, si të merë në pytje, herët pa gratë shtrëngohen, si ta zbardhin fashën e vllajtim. Se kjo ka ndodhur që në 2018? Që në 2018, dhe në 2019, si kom njën, sa në Greqi, sa në Kosovë, sa në Maqedoni, të kërku vllajnë tim. Kërë funi u gjetë për me shpi. U gjetë për me shpi. Mati që unë s'kom asë shtej, ja kom lanë dresin shtetit, ta zberdi këtë faqe. Ju qënë gjithë kushin me ta? Unë jam në kushin, jam me ta, ato du të kapen gratë herët parë, kapen gratë, zberdi të faqa. Për sa vitesh mendoni që rrinë në Gjirokastër? Në Gjirokastër ka në shishë 2019, ka në hik me 1 prill, ka hik bashkëshortja ime, ka hik në Gjirokastër, me Klement Krosën. Me Klodianin, jo Klemeti o qetëri, si ja hum qish fillim. Dhe ish kunata? Ish kunata ka qenë mbulqis me qira. Ka qenë me qira mbulqis, aty nuk e di më që shka bëha, s'jem taku, mos ka pas marrëdhënie me ta. Mori dhe hiku dhe kjo në Gjirokastër? Ene ka hik me qetin person. Me vllajn, me binjak, janë 2 vllazë binjak. Ty vëllazë. Qartë të thamun e gazetarë. Unë ja kom lënë drejtësisë të zberdi, u kap që ke shesta të zberdet sa ma shpejt. Më para se të ndodhte vrasja e vllajt, keni kuptuar gjë ju që të dikush shkonin, dy vëllezër shkonin si në bashkëshortën tonë dhe në bashkëshortën e vllajt? Më thoshin njerëzit afërsisht se kanë marrëdhënia të kushit më gratë. Dy vëllezër? Dy vëllezërit. Plus kushit tu? 2 plus kushit e mi. Shkoshin me minin vesh, si vonë, se kanë pas marrëdhënie. Mati që shkam shtamë në verë. Gazetar, shkam shtamë. Ju tani po shkoni në prokurori? Unë të shkemi në prokurori tani. Për dëshmuar? Për dëshmuar. Çfarë din? Qato si i kam thanë, qato dhe thamë. Që 2018 o bëhë gati 7 vjetë si së gjithë akoma drejtësia vllajt tim. Autori. Unë më nohëm, ta zberdi shteti sa ma shpeta që ma mirë. A në për mua në për gjithë. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt pas hapësirës së parë publicitare, të paktën përgjatë kësaj hapësire të parë, kemi diskutuar me zonjat e ftuara në studio, me psikologën edhe me avokatën, sepse është një intervistë që edhe javën e kaluar kur është transmetuar në televizionin tonë, në News 24, por dhe në Balkan Web ka pasur reagime për shkak të asaj çfarë ka ndodhur. Ndërkohë, Gjeni, duke referuar vetëm intervistës, është një intervistë
shokuese. Në çfarë do lloj shteti, jo vetëm në Shqipëri me tradita, me zakone dhe me një kulturë patriarkale, por edhe në vendet e tjera, dy gra të cilat nuk i kanë bashortët e tyre, i kanë emigrim, me sa duket kanë krijuar raporte me dy vëllezër binjak, kushërinjtë e bashortëve të tyre, dhe më pas kemi vrasjen në 2018 të një emigranti që sipas vllait zotit Lulzim, afrimi sapo ishte kthyer nga Kostivari i Maqedonisë së Veriut dhe më pas ka humbur gjurmët në rrethana të pashpjegueshme. Ndërkohë që zotëria në intervistën me kolegun tim Enver Doçi nuk dha shumë detaje në fakt pse ai është divorcuar vetë Lulzimi. Ai thot, duan shtrënguar gratë tona din, ish gruaja ime, ish gruaja e vllajt ime Arturit, prandaj dua të ndaloj pak këtu me ty. Çfarë të bëri përshtypje? Unë e di që emigracioni zë vendin e parë në fakt për shkaqet kryesore që çojmë drejt një numri, po edhe drejt numrit të divorceve. Në plan të parë dhe në pikën e parë dhe më kryesorja është emigrimi i bashkëshortëve, zakonisht i burrave. Patjetër. Në fakt, në shoqërinë shqiptare përgjithsisht kanë emigruar bashortët, me përhapur ka qenë në fillime. Kjo studio ka treguar që kanë emigruar dhe bashortet. Patjetër. Por shumica dominojnë bashortët, të cilë largohen për kushte të vështira ekonomike, për të krijuar një ambient më të mirë familjar, për të arritur disa të ardhurat, caktuara. Duke u bazuar në intervistën e dhënë nga zotëria, kemi disa indicje për bashkëpunim, për vrasjen e vllajt të tij, për bashkëpunim midis palëve, ish bashortes dhe ish kunatës, për veprën penale. Asnjëra prej tyre nuk është se ka bërë një intervistim për të mbrojtur veten mbi gjithë të llumë që është hedhur me dëshmi të dhëna. Normalisht zotëria nuk na qartëson në asnjë moment arsyet sepse mund të ketë ndodhur kjo gjë, dhe ai gjatë kohës thellonte idenë që ish bashortja e të ndjerit nuk ka qenë kurrë interesuar dhe nuk ka bashkëpunuar dhe me familjarët për të gjetur prova dhe fakte për bashortin e cili ishte zhdukur. Pra, ajo kishte një mos interesim e cilat çon në indicie që mund të jetë bërë një lloj bashkëpunimi të caktuar, që mundet që raporti me kushurinë të jetë zbuluar nga i ndjeri dhe kjo mund të ketë sjellë pasojë dhe veprën penale të kryer. Pra, në të gjithë tablon duhet me patjetër që të intervistohen ish bashortja dhe ish kunata, sepse të dyja janë larguar me dy vëllezër të cilët janë zhvendosur nga Dibra për shkak të hakmarrjes dhe gjakmarrjes drejt Gjirokastrës. Fillimisht në 2019 ish gruaja e Lulzimit së bashku me vllain e Klement Kursës, me Klodianin. Në 2019 në Gjirokastrës, ndërsa gruaja e Arturit fillimisht ka jetuar në Bulqiz me qera, pastaj është bashkuar në Gjirokastrë. Zhvendosur dhe ajo në Gjirokastrë me vllain e personit cili është në hetim. Pra, këtu kemi bërë disa marrëdhënie familjare, të cilat mendoj që janë cënuar, dhe fakti që zotëria sot, ose i ndjeri sot nuk jeton më, mund të jetë për shkak se ka zbuluar këtë lloj marrëdhënie, dhe mund të jetë një viktim po prapë për këtë marrëdhënie. Pra, e gjithë çështja është rreth marrëdhënies së zbuluar dhe pasojës që ka ardhur. Zgjidhje më të mirë normalisht dhe dëshmi do të bëhen nga ballafaqimi dëshmive të dhëna nga bashortet e secilit prej vëllezërve, të cilat mund të japin dhe më shumë informacion. Pra, ka qenë një reng ndalimi, arrestimi dhe më pas masa e sigurisë, ca thonë është lënë i lirë, ca media deklarojnë arrest shtëpie. Ka qenë një reng që të shkonim edhe tek përdhunimi i 12 vjeçares? E cekëm pak më parë që vetë personi është në hetim për vrasje me dashje. Pra, është personi i cili është bërë denoncimin për rastin e 2018-s. Normalisht, në parashikimet e bëra nga ligji, duhet ishte arrest me burg. Nuk duhet ishte arrest shtëpie. Tani, çfarë materiale është ka gjetur prokuroria për ta lënë në arrest me burg, prokuroria e Gjirokastrës, kjo ngelet për të vërtetuar. Por në gjendjen aktuale të fakteve dhe të rastit, normalisht do të ishte arrest me burg. Nëse akoma më keq, ai nuk ka qenë as në arrest shtëpie, pastaj këtu kemi problematika të tilla që lidhen me çështjet ligjore dhe me problematika të policisë së shtetit, të cilat
të cilat nuk kanë bërë ndalimin e personit, prokuroria ka dhënë një vendim të gabuar, pra hym në të tjera problematika ligjore. Apo është lënë me kas që të shkojmë tek ngjarja tjetër, për ta thelluar edhe më shumë skandalin. Sepse vllai i Arturit, Lulzimi, ka thënë që na morën gratë ndërkohë, na vran vëllezrit, por ndërkohë po na përdhunojnë edhe fëmijët. Ai deklaron që edhe vajzat e tij 13 dhe 15 vjeç janë ngacmuar nga ana e kursës. Në fakt, kjo është një deklaratë shokuese, do dëshiroja shumë të prisja që të pyeten fëmijët, sepse fëmijët në praninë e psikologut janë ata të cilët mund të japin dëshminë reale të rastit. Nëse kjo ka ndodhur pasaj, këtu kemi bëjmë me një krim i cili është shumë serioz, se nuk po flasim vetëm për vrasjen e një personi, por ngacmimin ose përdhunimin e 3 fëmijëve. Pra, normalisht që është një dosje shumë e ngarkuar dhe pa përgjegjësinë prindërore, sepse një nënë e cila jeton në një ambient me personin që mendoj që ka vrarë bashkëshortin dhe lejon fëmijët që të kenë si figurë, sepse edhe partneri nënës zvendçon deri diku babain e tyre. Pra, ti mendon se nëna 12 vjeçare se ka ditur që Kursa Klementi është edhe autori ose binjakët janë autorët e vrasjes së bashkëshortit të saj? E mendon këtë gjë realisht? Po patjetër. Pra është në dieni. Patjetër që është në dieni për këtë farën duhet të jesh në dieni. Atëherë, kjo është një vepër penale e cila është denoncuar më përpara. Normalisht siç jemi ne në dieni, pa diskutim do ishte edhe zonja në fjalë. Dhe normalisht dhe në qytetin e Dibrës, kur fjalët dhe qarkullon shumë më kollaj sepse është një ambient dhe më i vogël, është një vend më i vogël, normalisht duhet të ketë dieni. Dhe fakti që ka vendosur të jetoj me personin në fjalë ngër shumë pikpyetje të një raporti ndoshta të pasur më përpara. Dhe fakti që jeton me vajzën tregon deri diku dhe një papërgjegjësi prindërore, nëse ka ditur aq më keq akoma pastaj që është bashkëpunëtore. Mirë, megjithatë ka pasur një bashkëpunim të policisë Dibrës edhe të policisë Gjirokastrës dhe me datën 18 janar janë bërë edhe kontrolle në banesat e binjakëve ku janë gjetur dhe janë sekuestruar 3 armë zjarre, 2 kalashnikov dhe 1 pushk, 1 armë e ftohtë thik, 3 krëra municioni luftarak, 1 mask dhe 3 aparate celulare. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që ato mund të kenë shërbyer për kryen e veprës penale. Normalisht mbajtja pa leje të municioneve ngarkon dhe më shumë pozitën e kur janë të pafajshëm në të dyja historitë, për çfarë e duan këto materiale të sekuestruara nga 2 policit? Atëherë, nëse gjenden armë ose municione pa leje, normalisht ato do të çohen në policinë shkencore. Në rastin e fjalë, sekuestrimi i armëve ne na shërben për ekspertizën balistike. Për të parë nëse nga kjo armë e cila është sekuestruar janë bërë gjuajtje, pra ka gëzhoja të cilat mund të gjenden në trupin e personit dhe nëse bëhet një autopsi mund të gjendet më vonë dhe gjurma e plumit, dhe treta për të gjetur dhe lidhjen shkaksore të veprës penale, pra me këto armë është kryer kjo vepër penale. Dhe normalisht një person i cili nuk ka problematika dhe nuk ruhet, nuk ka pse të mbaj armë dhe nuk ka pse të mbaj municione. Këta janë personat të cilët kanë rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe normalisht janë rrezik edhe për familjen e tyre, të cilën jeton dhe vajza që ka bërë denoncimin, dhe për mjedisin. Pra, një njeri, një familje e caktuar nuk ka pse të mbaj armë të tilla. Normalisht mbrohet ose kanë persona me precedent penal dhe rrezikshmëri shoqërore. Ky është këndvështrimi jot ligjor për të kaluar tek Belinda, çfarë të shokoj sepse ti ishe dhe ajo që reagoje shumë nga një intervistë që me sa duket është shumë tronditse për mentalitetin, thash edhe një herë, të gjithkujt mos përfshim dhe ato patriarkal shqiptar. Shiko, ne jetojmë në një shoqëri patriarkale dhe kjo është gjë evidente sot e kësaj dite, pavarësisht se mundohemi të ndryshojmë këtë si gjë. Por fakti që 2 vëllezër janë trajtuar në këtë lloj forme nga kushërinë të tyre, sepse zotëria e theksoi qartë që ne jemi kushërinë nga ana e mamas. Më vjen të them që dinamikat e tyre familjare kanë qenë të thyera, ka qenë gjatë të thyera. Vetëm nga emigracioni, i cili është thelbi kryesor i kësaj situate, pra emigracioni sjell edhe këtë situatën e ndërlikuar midis bashkëshortëve, por më duhet të them edhe që realiteti i tyre
ka qenë i kufizuar. Pra. Shiko, ta marrim dhe ta analizojmë pak. Dy gra që rrisin fëmijë dhe që bashortët i kanë në emigracion. E thash edhe një herë, shkaku kryesor në vend të parë për rritjen e numrit të divorcit është emigracioni që vazhdon edhe në 2026. Por çështja është që këto kishin nisur raporte intime me dy vëllezër të tjerë që kjo është edhe më skandali, janë kushurim me burrat e tyre. Pra e thash që e theksova dhe siç e theksoi dhe A zotria mund të në kemi video. zbulimin e të vërtetës se zotria vazhdimisht thot, ish gruaja. Pra, çfarë ka ndodhur me të? Njerëzit flisnin në zonë. Çfarë ka ndodhur për të zbuluar edhe vrasjen e të vëllezërit? Kjo është çështja. Edhe në video, në intervistë, zotria nuk e ka theksuar dhe nuk e ka përmendur as pak arsyen e ndarjes nga bashkëshortja e tij. Por më duhet të theksoj që realiteti i tyre ka qenë goxha i kufizuar, sepse në momentin që njerëzit flisnin, ata kanë qenë në vetmohim të situatës. Pra, e merrnin, si thash e them, po flas për zotrin që është ende gjallë, domethënë vllajën e të ndjerit, i cili thoshte që e ka marrë, si thash e them, këtë situatë, por mbase për vllajën nuk ka qenë e tillë. Mbase edhe e ka kuptuar dhe ka qenë në dieni dhe mbase i ka kapur ata dhe situata ka çuar deri në vrasjen e vllajt të tij. Ne po dëgjojmë një zile në sfond, kemi telefonuar zotin Lulzim Lleshi për të sqaruar situatën të paktën familjare të tij, sepse në intervistën me kolegun Enver Doçi ai deklaron gjithmonë ish gruaja. Duke e kontaktuar kryeredaktoria e emisionit Në zemër për Anila Akmata javën e kaluar, zoti Lulzim e shtyu për disa ditë intervistën e tij. Shkaqet dihen, sepse pas intervistës së kolegu Doçi, ka shkuar me njërë në prokurori dhe ka qenë aksioni, nuk e kemi zotin Lulzim, dhe ka qenë aksioni i dy policive Gjirokastër edhe Dibër, me sa duket ata kishin rënë në gjurmët edhe të skandalit që doli dje në pa në të gjitha mediat, që përsëri vrasësi i babait të 12 vjeçares Artur Lleshi, Klement Kursa, ka ngacmuar dhe ka përdhunuar 12 vjeçare, nuk kemi deklarat as të gruas, ish gruas Artur Lleshit, por as të 12 vjeçares deri në këto momente të paktën nuk ka një zhvillim të shpërndar në media. Kalojmë dhe ndjekim një tjetër material, çfarë ka ndodhur ditën e djeshme në lidhje me 12 vjeçaren në Gjirokastër dhe rikthehemi për ta komentuar. Pak ditë më parë, Balkan Web dhe News 24 ka raportuar një rast të ndodhur në Bulqiz, ku Lulzim Lleshi, vllai i cilit është vrarë në 2018 dhe trupi i cilit u gjet në një tunel në fshatin Gjuras të Bulqizës, 9 muaj pasi ishte zhdukur pa lënë gjurmë, u shpreh se dy personat arrestuar si autor u kishin marrë edhe gratë. Sot një skandal tjetër doli në pa, ku një 12 vjeçare, vajza e viktimës, ka denoncuar njerkun e saj, Klodian Kruca, një nga të arrestuarit si autor për ngacmim seksual, gjë që sipas saj vijonte prej 2 vitesh. Në një reagim, Lulzim Lleshi deklaron se një gjë e tillë ka ndodhur edhe me vajzat e tij. Mirë që vllajën ma vranë në një tunel në afërsi të fshatit Zogjaj, na morën dhe 2 bashkëshortet, por po abuzojnë edhe me fëmijët e mitur që janë gjaku jon. Edhe 2 vajzat e mia, njëra 15 dhe tjetra 13 vjeç, në fund të gushtit të 2025-s, janë larguar nga Gjirokastra dhe kanë ardhur tek unë. Më kanë thënë se nuk shkojnë më atje sepse i ngacmonte seksualisht partneri nënës. Drejtësia t'i dënoj me burg të përjetshëm ose do të bëj vetgjyqësi. Mirë që bashkëshortet na i morën, por na ngacmojnë dhe 2 vajzat e mia dhe vajzën e vllajt. U shpreh Lulzim Lleshi. Deklarate fort kjo e zotit Lulzim, pasi 2 vajzat e tij 13 dhe 15 vjeç, në fund të gushtit të 2025-s janë e kthyer tek babai, pasi binjakët Kursa ngacmonin seksualisht 2 vajzat e tij, por edhe vajzën e vllajt, që me sa duket ka qenë edhe lajmi më të rënditës ditën e djeshme. Do të mundohem në këto momente të lidhem me zotin Lulzim, zërin e të cilit duhet ta dëgjojmë në transmetim të drejt për drejt. Ai pretendon që duhet ketë dënim kapital, burg me jetë ose vetgjyqësi, të mos thellohet më tepër ky skandal dhe të kemi zhvillime dhe fatalitete të tjera, do donim të flisnim dhe të hidhnim dritë mbi këtë ngjarje tepër të komplikuar, por edhe tepër të rëndë.
Shpresoj që Zoti Lulzim të përgjigjet, ndoshta për shkak edhe të lajmit të djeshëm, ai mund të jetë duke dhënë dëshmit e tij. Megjithatë, në qoftë se historia është kështu sipas asaj që deklaron Lulzim Lleshi, I lutem edhe ish grua së Zotit Lulzim, nënës së 2 vajzave, 13 dhe 15 vjeç, por edhe nënës së 12 vjeçares të bëhen pjesë të emisionit Me Zemër të Hapur, mund të na kontaktojnë në numrat tanë të telefonit, njëri është 069 20 37 000, edhe njerë po e përsëris për të dyja zonjat, 069 20 37 000. Numrin tjetër do ta shfaqë regjia me titra poshtë ekranit, ku ju mund të bëni edhe denoncimet çfarë të rejash kemi në lidhje me këtë rast. Atëherë, do doja në fakt Bela pak fillimisht me ty. 2 vajza 13 dhe 15 vjeç lënë Gjirokastrën në fund të gushtit I bashkohen babait sepse prindrit janë të ndarë, apo jo. Zotria thotë dhe ishte shumë I kujdesshëm kur tha që përflitej thotë në fshatin ku rinim ne dhe nga vim ne, në fakt që gratë tona shoqëroheshin shpesh me kushurin tanë me mbiemër Kursa, apo jo. Të shtrëngohen gratë tona, thot zotria, përpara se të bënte edhe deklaratën në prokurori, nuk ka zbuluar gjë në fakt në lidhje me ngacmimet, por të shtrëngohen gratë tona sa të përfshira janë ato në vrasjen e vllait tim, por të zbulohen edhe skandalet seksuale. Tani, çfarë kemi të bëjmë këtu? Mos kemi të bëjmë edhe me përdorimin e vëllezërve Kursa të këtyre grave, por edhe të vajzave të tyre? Po, mendoj se po. Shkon për te një marrëdhënie seksuale, unë them, edhe ndoshta një shfrytëzimi mundshëm? Një shfrytëzimi seksual, po. Një shfrytëzimi seksual. Mendoj se mund të jetë kjo se vajzat kanë bërë një hap shumë të madh dhe kanë folur dhe janë drejtuar drejt babait dhe kanë vendosur të jetojnë me të sepse besoj se është zgjedhja më e mirë për ato në këto momente. Shiko, po duhet ishte reaguar që në fundin e gushtit të 2025-s, se jemi kaq muaj pas. Ne nuk mund të presim që të bëhen organizime të 2 policive, Gjirokastër edhe Dibër, për vrasjen e Artur Lleshit dhe më pas të zbulohen këto gjërat e tjera. E kupton, duhet të kishte. Shiko, dua të ndaloj me ty për një tjetër çështje që me sa duket ne do ta prekim në ditët në vijim. Do bëj një paralelizëm të rastit, ju e mbani mend, të vitit kaluar, ku një baba kishte ngacmuar dhe kishte përdhunuar vajzën e tij. Ajo ikën natën nga shtëpia dhe gjendet nga kryeplaku I fshatit, nga një familje, e çoi në polici dhe aty vajza flet gjithçka. Tani, nëna e kësaj vajze u akuzua dhe kryqëzua në media sikur ka qenë në dieni atë çfarë bënte burri me vajzën. Dhe ndërkohë ajo ka humbur dhe kujdestarinë e fëmijëve të tjerë. Dhe ky është një tjetër skandal. Tani, në rastin konkret, kjo zonjë që shfaqet në Wall, a ka ditur apo nuk ka ditur gjë për vrasjen e bashortit, por edhe për ngacmimet dhe për përdhunimet e këtyre vajzave të tjera? Të paktën të vajzës së saj 12 vjeçare. Qoftë edhe një akuzë që I është hedhur zotrisë, edhe mund mos jetë e vërtetë, mund mos jetë ai vrasës I bashkëshortit të zonjës, vetëm fakti që fëmia jeton me një person, bashkëton me një person prej 4 vitesh, prej 6 vitesh sa bashkëton, që është akuzuar për vrasjen e babait, është absurde dhe nuk mundet, nuk e mban asnjë. Pse nuk kemi deri në këtë moment një deklaratë të vajzës dhe të nënës? Basta sepse ndihet e friksuar, ne nuk e dim se si janë rrethanat brenda në atë familje. Edhe thua ndjen të friksuar? A është ky momenti për t'u çliruar qoftë nga brenga një vrasje me dienin apo pa dienin tënde, apo të faktën dhe abuzimin ndaj një 12 vjeçare? Në momentin që gjenden në banesë gjithë ato municione, si janë normale që 2 persona që bashkëtojnë në një shoqëri shumë të qetë, Pse është normale që të marrësh gratë e 2 kushurinve, edhe kjo s'është normale, 2 kunata. Kjo s'është as pak normale, po, kjo s'është as pak normale, po thosha që për pjesën e frikës, në momentin që ata kanë këtë lloj armësh në shtëpi, normale që familjarët do ndjejnë frikë, sidomos fëmijët. Qartë.
Mirë, kalojmë në hapësirën e dytë publicitare, rikthehemi pasi kemi dëgjuar në fakt dhe ato çfarë ka ndodhur ditën e dieshme dhe çfarë ka thënë Lulzim Lleshi në lidhje me ngacmimin e të bijave në fundin e gushtit të 2025-s, por dhe skandalin e ditës së dieshme që policia e Gjirokastrës ka raportuar për dhunimin nga ana e njerkut apo bashkëtuesit të nënës së një 12 vjeçare dhe jam kurioze këtu të dëgjoj edhe komentin e avokates zonjës Gjeni Londo me njerë pas publicitetit të dytë. Mbas hapësirës së dytë dhe të fundit publicitare, rikthehemi në pjesën e tretë për të marrë edhe vlerësimin e asaj çfarë kemi dëgjuar ditën e sotme për një ngjarje që teksa jep intervistën për kolegun tim Enver Doçi, Lulzim Lleshi ka tronditur me deklaratën e tij. Prandaj jemi përballë kësaj deklarate, kemi dëgjuar edhe se si lidhen dy ngjarjet me njëra tjetrën për gjithë ata që po na ndjekin dhe ndoshta nga shkrimet apo nga intervistat në News 24 dhe në Balkan Web nuk e kanë kuptuar se çfarë lidhet midis këtyre dy ngjarjeve që trondisin një vrasje dhe një përdhunim, por deklarata e Lulzim Lleshit me sa duket do marrë edhe komentin tënd në këto momente. Patjetër. Mendoj që kur kemi të bëjmë me vepra të cilat janë sensitive, prokuroria duhet nisi hetimin dhe thjesht nga indicje publike. Duke qenë se zotëria në fjalë ka pas dieni për vepra të cilat mund të kishin bërë me ngacmime seksuale, që në momentin që vajzat janë rikthyer nga Gjirokastra te babai në Dibër duke pohuar një gjë të tillë, duhet ishte bërë denoncimi. Pra, për mua deklarata e zotërisë është pak e vonuar, por gjithashtu dhe puna e prokurorisë. Ky denoncim duhet ishte bërë shumë më përpara, që në momentin e parë. Dhe kështu të kishte mbrojtur dhe rastin e vajzës së tij, të vajzave të tij në këtë rast. Përsa i përket arrestimit të personave të dyshuar për kryen e kësaj vepre penale, në dienin ton është bërë kontroll në banesë dhe sekuestrimi municioneve të ndryshme. Normalisht për veprën e 2018-s ndoshta nuk kanë dalë fakte dhe prova të reja dhe me metodat e prokurorisë së Gjirokastrës në bashkëpunim me atë të Dibrës, ndoshta janë vendosur metoda të ndryshme për përgjimin e personave dhe për çuarën atë që sot kemi një vepër penale tjetër, e cila ka të bëjë me abuzimin seksual të vajzës 12 vjeçare, e cila jeton me personin që mendohet që është dhe vrasësi i babait të saj. Në fakt, janë disa elementë të ndërthurur që nga bashkëpunimi për vrasjen e 2018-s, bashkëtesa më vonë me personi cili mendohet që mund të ishte vrasësi i bashortit të zonjës dhe vendosja në pozitë të fëmijës dhe bashkëtesa e përditshme në një ambient të përbashkët me një person i cili ka indicje që mund të ketë kryer vepra të tjera penale. Pra, është një pozitë që rëndon dhe pozitën e nënës përveç se të autorit. Përsa i përket abuzimit seksual të rastin në fjalë, thamë që vajza është nën 14 vjeç dhe nuk nevojitet, si që cekat më përpara, që të ketë aprovimin, përgjithsisht në rastet caktuara ndodh, siç ishte rasti Përmetit që deklaronte që e mitura kishte pranuar vetë për kryen e marrëdhënies, nuk është ky rasti, sepse juridikisht jo në rastin e Përmetit, në rastin e Fjerit. Edhe të Përmetit, po, që edhe ka të Përmetit, po. Por unë paralelizimin e bëra tek nëna tek këtyre të dyjave. Pra, kemi pasur dy standarde për dy raste të ngjashme. Po, atëre rasti Fjerit, nëna për shkak se janë hedhur indicje që mund të kishte dieni për kryen e veprave penale nga babai të kashi vajzës, është hequr kujdestaria. Dhe mendoj që nëse nëna në rastin e fjalë të Gjirokastrës, heqja e kujdestarisë, por dhe heqja edhe për gjëra të tjera, por që ishte me shumë fëmijë, nuk ishte ambiente ku të rrinte, nuk punonte etj. Të kuptoj. Dhe në rastin e fjalë duhet përdoret i njëjti standard, sepse nëse nëna ka dieni
të këtyre veprimeve, normalisht dhe ajo duhet vjetë përpara përgjegjësisë. A ka, sipas mendimit tënd, një lidhje midis nënës dhe a ka qenë dieni ajo dhe pse vajza nuk është hapur me nënën për shkak të njerkut? A ka dieni nëna e 12 vjeçares edhe për vrasjen e bashortit? Mendoj që për vrasjen e bashortit pa diskutim që duhet të ketë dieni, sepse siç e tham, ajo ka qenë një ngjarje e cila ka pas jahon dhe është dëgjuar dhe jemi informuar mbi këtë vrasje. Dhe nëna shkon dhe jeton pikërisht me personin i cili ka indicie që mund të ketë vrarë ish bashortin. Përsa i përket rastit të abuzimit seksual, dim që vajza... Po mund të jetë përfshirë nëna përveç çështjes në dieni, mund të jetë përfshirë edhe në vrasje, pra për të ketë ndihmuar binjakët kursa? Se ka më përpara, mund të jetë dhe bashkëpunëtore në rastin e vrasjes së ish bashortit, ndoshta për shkak të zbulimit të raportit, cila ka ndodhur midis kushuririt të bashortit dhe zonjës. Pra, mund tjetë, normalisht prokuroria duhet të thelloj hetimet, përsa i përket rastin në fjalë, ndërsa përsa i përket të dienis të kryes së veprës penale, apo veprimeve të ndryshme, për sa i përket abuzimit, nëse ka dieni apo jo, nuk di të ta them me qartësi, kjo do dalë në momentin do thellohen, hetimet, por fakti që nëna ka shkuar e shoqëruar me vajzën në komisariat, kjo është indicje të cilën ajo po përpiqet të mbroj vajzën, se ndoshta nuk ka dieni, ose mbase nga bisedat e kryera ka shkuar direkte në polici. Pra, këto janë vendime të cilat do dalin më vonë momenti që të thellohen dhe më shumë hetimet. Përsa i përket masës urgjente... Pra, ka pasur një truk mbas aksionit të 2 policive me 18 janar nga 2 prokurorit, Dibër Gjirokastër? Mendoj që është bërë një bashkëpunim midis 2 prokurorive. Edhe masa e sigurisë ka qenë pjesë e trukut? Fakti që nuk janë gjetur element për arrestin me burg, mund të ketë qenë dhe si një urë për ta lënë të lirë dhe më pas për të bërë ndoshta përgjigjet ambientale ose diçka tjetër ose telefonike për të arritur në atë të zbulimit të një vepre akoma dhe më të madhe se mund të jetë abuzimi me vajzën 12 vjeçare. Ndaloj pak këtu burg bërjet ose do bëj vetgjyqësi, thotë Lulzim Lleshi. Atëherë, çfarë rëndon mbi vëllezrit Kursa dhe çfarë rëndon edhe mbi 2 gratë? Atëherë, do të cek pak faktin e deklaratës që ka bërë zotëria. Atëre, vetgjyqësia ligjërisht nuk njihet. Pra, mund të jetë një lirim emocional i momentit, por juridikisht nuk duhet të ndaloj, se është deklaratë emocionale vetgjyqësia. Ndërsa, përsa përket veprës penale, po, atëre, kërkesat e zotërisë mund të bëjnë me anë të mbrojtjes që ai do marrë dhe çfarë do parashtrojë në moment të bëjë mbrojtje, pa diskutim. Dhe këtu ne kemi një gërshetim të madh të veprave penale, që janë të ndryshme, vrasja me dashje, vrasja e kryer në bashkëpunim, armbajtje dhe municione pa leje, abuzimi ose indicie për abuzim seksual. Pra kemi bëjmë 4 vepra të cilët ka një marjë në dënimi goxha të lartë. Dhe fitet që këto janë të gjitha në bashkëpunim, ë? Po tjetër, sepse janë midis 2 vëllezërve. Si vrasja, si dhe përdhunimet apo ngacmimet. Është rrethan rënduese, bashkëpunimi është rrethan rënduese. Dhe kanë një marjë dënimi goxha të lartë, nëse këto do arrin të vërtetohen nga gjykata, atëherë personi mund të marrë burgimin e përjetshëm. Pra çdo gjë do varet, mund të shkojë sepse kemi 4 vepra penale. Lulzim Lleshit thua ti mund të shkojmë deri në burgimin e përjetshëm. Për faktin se kemi 4 vepra të ndryshme penale të kryera nga të njëjtat persona dhe në bashkëpunim. Çfarë mund ta lehtësojë 2 binjakët Kursa? Çfarë rrethane mund t'i lehtësoj? Nuk ka asnjë lloj rrethane lehtësuese. Nuk ka rrethane lehtësuese në momentin që vërtetohet që ata kanë bërë një krim për motive të dobta në zbulimin e një raporti dhe kemi vdekjen e një personi. Përsa përket përdorimit të armëve dhe armbajtjes pa leje. Pra, asnjë person i cili nuk ka rrezikshmëri dhe nuk ka veprime kriminale, nuk ka pse t'i mbajë në shtëpi armë të tilla. Pra, këtu nuk kemi ballë një rreziku të mundshëm, që edhe rreziku i mundshëm ka disa elemente të caktuara. Dhe abuzimi pastaj është normalisht një rrethan të rëndësishme rënduese dhe një vepër tjetër penale e cila nuk besoj se do të lehtësojë në asnjë moment. 4 vepra janë goxha të rënda nga ana juridike dhe rëndojnë gjithmonë pozitën e personit i cili është në hetim. Mirë, të falenderoj Gjeni përpara se të kaloj edhe tek thirrja e fundit e Belindës e psikologës tonë edhe një herë thirrje të 2 zonjave që janë ish bashortet e Lulzim dhe Artur Lleshit, por janë njëkohësisht edhe nënat e të miturave, sidomos e 12 vjeçares, por edhe ish bashortja e Lulzimit që ka 2 vajza të
të mitura që në gusht të vitit kaluar 2025 ato janë larguar prej saj për shkak edhe të ngacmimeve që vetë vëllezrit Kursa bënin ndaj 2 të miturave dhe janë bashkuar babait të tyre zotit Lulzim. Vajzat janë 13 dhe 15 vjeç, nëna e tyre mund t'japit deklaratën, ajo është larguar vite më parë nga Lulzim Leshi, janë ish bashkor tashmë për të u zhvendosur në Gjirokastër me Klement Kursën dhe Klodian Kursën, 2 binjakët në vitin 2019 në Gjirokastër. Zonja është e mirëpritur në numrin e telefonit të dyja në fakt 069 20 37 00. Por para se të ndjekim edhe njerë intervistën e Lulzim Leshi, dua një mesazh për gjitha nënat. Së pari drejtohem të dyjave ish bashkëshorteve të familjes Leshi, të tregohen të kujdesshme dhe bashkëpunuese për fëmijët e tyre më tepër se sa për situatën që ato. Nënat si duhet jenë dhe si duhet sillen me vajzat? Duhet jenë patjetër shumë moshës 10 vjeçare. Si mund të bëhen shoqe? Duhet jenë bashkëpunuese, duhet të komunikojnë, të gjejnë çelësin e komunikimit. Pra, nëse keni fëmijë 10, 12, 13 vjeç, 15 vjeç, mos më bëjmë ndarje gjinore, si ne vjen tash edhe me vajzat. Po them, duhet të ktheheni edhe ju në atë moshë, të bëni edhe ju me të njëjtat mendime për të jepini më besim fëmijëve tuaj që ato të besojnë gjithë shka tek prindrit. Ndërkohë, faleminderit Bela, më kërkon fjalën e fundit. Gjeni. Do thë për rastin e fjalë, çfarë masash urgjente duhen marrë? Masa më urgjente është largimi i vajzës nga ambienti në cilin ajo jeton. Marrja e ndihmës psikologjike e caktuar dhe marrja e dëshmive me anë të psikologu për rastin në fjalë. Dhe gjithashtu vendosja në strukturat të posaçme për mbrojtjen e të miturve. Pra këto janë masat urgjente të cilat nëse nuk merren këto përbën shkelje të rënda procedurale të cilat përdoren më vonë dhe në procesin gjyqësor. Dhe është ndihmë për të mbrojtur fëmijët dhe unë shpresoj që këto masa janë dhe kërcënimit që mos të ndryshojnë dëshmi më vonë dhe të lëshojnë dhe personat nga masat detyruese. Unë mendoj se këto masa janë marrë ndaj 12 vjeçarës, por mos harrojmë se të përfshira në këtë histori janë dhe 2 vajzat e mitura 13 dhe 15 vjeç të zotit Lulzim Leshi. Bashkëndajemi këtu të nderuar miq se menjëherë pas mbylljes time dhe fjalës time, ju do keni mundësi të rindishni edhe njerë çfarë ka thënë ditë më parë Lulzim Leshi për kolegun tim Enver Doçi. Bashkë takohemi në ditët në vijim, deri atëherë më takofshim. Mund në tërgoni historinë e vllajt juaj në 2018-ën? Përshëndetje njerë. Po në 2018-ën ka ardhur vllai nga emigrant Maqedonia, ka ardhur në shtëpi. E në neset ma hum vllai. Ka pi kafe me 2 koshinj. Ka qenë vonë dhe orët e vona të akshamit, ka pi kafe raki, unë s'kom shku, unë kom qanë këshpia. Kush janë të dikushit, këta si në arrestu? Këta si janë arrestu Klement Krosa, Klodian Krosa. Me këta ka pi kafe? Me këto ka pi kafe, ka shpia e vllajt. Ka shpia e vllajt. Ka një ndërë orët e vona, unë kom qanë këshpia ime, unë s'kom shku, kom shonë nonën time, ka shpia e vllajt. Ka një në nëna ime atë natë aty me ato. Nesër, unë kom rraqë, unë ku jam grejë mëgjes, ka ndarë prapë të 2 koshinjt, haqë kem ke vllajët, ta pim kafe mëgjes. To që akuzohen, që në arreston në Gjirokastër. To që janë arreston në Gjirokastër. E në vinë mëgjes tonë, nesit me 11 prill, mëgjes shtëpia me 2 hyrja, njëni këtë tonë gjeneraton, haqë kem ke vllaj, unë bëzonjë u Artur, del këna ta ka 2, thot, ka ikë, burri ka ikë Maqedoni. Në Kostivar. Në Kostivar. Tu ma hum gjumë e vllajt tim mu. Tu më ka hum shestën konata mu. Unë kom kërku gati 1 vit në Maqedoni. Mas 9 muesh ma gjetë në tonel Gjuras. Në 28 dhjetor, 2019. Gjeti vra. Gjeti vra. Me sa pluma unë së kom pa në konformë, ko formë së kom pa. Një sekund, tani konata e juaj ka morë mu në telefon si hajde që bashkëshorti im është humbur, nuk kom pato kontakt me ta prej ditësh.
Keni qenë dhe ju aty, ku ka qenë dhe bashkëshortja jote? Po, në bashkëshortja ime. Ku ka dhënë një intervistë? Intervistë, po. Ju a keni hodhur dëshime që atëherë për kunata? Unë dëshimet e kam në familje time. Herët parë do të arreston great. Herët parë, si të zberët faqë vlajim. Do të arrestojt bashkëshortja jote dhe... Ish bashkëshortja ime, ish kunata si ka humë qesen. To janë bashkë punim. Po mirë, të di personat që në arrestu, ju thoni, je pretendoni, ju thoni që i kina pasur kushri? To, unë ka to janë kushin nga nona i kom. Të nona ime, nona ati janë bia fisash këshopet në Luzni. Edhe di vlezit ka morë njëni bashkëshortën tane, tjetëri bashkëshortën e ndjerit që është gjetër i vdekur në tolet. Po, i vdekur. Po. Çfarë kërkoni nga drejtësia? Ai si humbla im, njëni person nuk është duk, qisha te si humbla im është duk. Sa pa me si unë s'ko pas kontakt me këto këshin më qishë si humbla im, u bra vla im, s'ko pas kontakt me këtë familje ma. I hodhët dëshimet ju se në këto më tjetë? Dëshimet, herët parë, ke gret, më pa arrestohen e to qertë. To e din gjerën si shka nodhat natë në shpi vlajt tim. Në gjerën, to e zbarthen. Ja kom lanë dresi shtetit. Po kur vinin ata, a vinin që si kushrin ke shpia? Si kushrin, vishin, kërë thoni, u vra vlaj, u hum vlaj, to morën në gret, më përshan familjen. Dy vlezit kanë morë? Dy vlezit kanë morë 2 gradë. Ka morë nusën tane? Ish gruën time, e në ish kunatën. Po t'ishte kunata, e drejt pës drejtit, do të vite me kunatin, ta gjeshim vlajnë tim, e në burrin e vetë, ta gjeshim. Të heqim gjumë mas gjumë. Aje nuk kam karë për ma, për të më thotë si kunat, hajde o kunat, hum vlajet e burrim. Nuk kam karë, nuk më përgjish për këto. Ju mendoni që ka djeni kunata jote dhe ish bashkëshortja jote për këtë gjarje? Ato e din familja, si të merë në pytje, herët pa gratë shtrëngohen, si ta zberdin fashën e vlajtim. Se kjo ka ndodhur që në 2018? Që 2018, dhe në 2019, si kom njën, sa në Greqi, sa në Kosovë, sa Maqedoni të kërku vlajtim. Kërë funi u gjetë për me shpi. U gjetë për me shpi. Ma ti që unë s'kom asë shtej, ja kom lanë dresin, shtetit, ta zberdi këtë faqe. Ju qënë këtë kushim e ta? Unë jam në kushim, jam me ta, ato du të kapen gretë herët partë, kapen gretë, zberdi të faqe. Për sa vite që mendonin që rrinë në Gjirokastër? Në Gjirokastër ka në shishë 2019, ka në hikë me 1 prill, ka hikë bashkëshortja ime, ka hikë në Gjirokastër, me Klement Krosën. Me Klodianin, jo Klemeti o qetëri, si ahum qish fillim. Dhe ish kunata? Ish kunata ka qenë mbulqis me qira. Ka qenë me qira mbulqis, aty nuk e di ma që shka ba, s'kem taku, mos ka pas marrëdhënie me ta. Mori dhe hiku dhe kjo në Gjirokastër? Ende ka hik me qetin person. Me vlanë, me binjak, janë 2 vllazë binjak. 2 vllazë. Qartë të thamu në gazetarë. Unë ja kom lënë drejtësis të zberdi, u kap që ke sheste të zberdet sa ma shpet. Më para se të ndodhte vrasja e vllajt, keni kuptu gjë ju që të dikush shkonin, dy vëllezër shkonin si në bashkëshortën tonë dhe në bashkëshortën e vllajt? Më thoshin njerëzit afërsisht se kanë marrëdhënia të kushit më gratë. Dy vëllezër? 2 vëllezërit. Plus kushit tu? 2 plus kushit e mi. Shkoshin, minin vesh, si vonë, se kanë pas marrëdhënie. Ma ti që shkam shtame në verë, gazetarë, shkam shtame. Ju tani po shkoni në prokurori? Unë të shkemi në prokurori tani. Për dëshmuar? Për dëshmuar. Sfar din? Qato si kam thanë, qato dhe thamë. Që 2018 o bëhë gati 7 vjetë si së gjithë akoma drejtësia vllajt tim. Autori. Unë më nohëm, ta zberdi shteti sa ma shpeta që ma mirë. A në për mua në për gjithë.